Ku është Kosova në vitin e dytë të pavarësisë? Qëndrimet për të çështje janë të ndara. Pushteti dhe opozita pajtohen se kjo ishte një periudhë historike, por vlerësimet janë të ndryshme për arritjet që ka shënuar vendi. Derisa udhëheqësit e institucioneve thonë se gjatë kësaj kohe janë bërë hapa thelbësor, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj thotë se procesi i ndërtimit të shtetit ka ngecur. E kam pëlqyer një konstatim se pavarësia nuk po kthehet prafa, po shtetbërja është në sfidë. Ne besojmë shumë se do dalim nga gjendja e tashme me ndrimet në udhëheqjen e institucioneve të vendit, pra duke ndrruar qeverinë e sotme. Ai numëron shumë shkaqe për një konstatim të tillë, përfshirë edhe moszgjidhjen e çështjes së veriut të Kosovës të banuar me shumicë serbe, ku ende nuk është rirë autoriteti i institucioneve të Prishtinës. Këta të fundit thanë se kanë hartuar një strategji të posaçme për këtë çështje, e cila ndërkaq cilësohet e pazbatueshme nga përfaqësuesit politik serb dhe zyrtarët e Beogradit, të cilët vazhdojnë të kundërshtojnë ashpër pavarësinë e Kosovës. Sekretari shtetëror në Ministrinë serbe për Kosovën Oliver Ivanović përsërit qëndrimin se Serbia nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës dhe do të vazhdojë luftën e saj politike e diplomatike kundër shtetit të ri. Pa to je za nas 2 godine nepriznavanja toga što su oni proglasili i 2 godine recimo jedne tako veoma teške borbe da svetu objasnimo da je ovo opasno i nastavit ćemo. Për ne këto janë 2 vjet të mosnjohjes së asaj shpallje dhe 2 vjet të luftës së vështirë për të sqaruar botës se kjo është e rrezikshme. Ne do të vazhdojmë ndonse e dim se kjo kërkon shumë energji, shumë para dhe shumë kohë, po për këtë na detyron kushtetuta e Serbisë, e cila Kosovën e përcakton si pjesë të saj. Megjithëse qëndrimet tërësisht të kundërta të Prishtinës dhe Beogradit, gjendja e sigurisë në Kosovë vlerësohet e qetë nga zyrtarët e mekanizmave ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë. Komandanti i trupave të NATO-s, generali Markus Bentler, thotë se forcat e tij janë të paanshme ndaj statutit të Kosovës, por shpreh i befasuar me siç thotë ai ndjenjen e krenarisë që kanë qytetarët e vendit përkundër vështirësive të jetës përditshme. What I find is much different to the time when I was first here in 2002. Much more optimistic, beside all the difficulties, a much more optimistic view. Ajo që shoh unë është shumë ndryshe se sa kur isha herën e parë në vitin 2002. Shumë besim pavarësisht të gjitha vështirësive, një pikpamje më optimiste të qytetarëve. Mendoj se ky zhvillim duhet të pasqyrohet në procesin politik që ju e përmendët të shpalljes së pavarësisë. Megjithatë, vëzhguesit të reqin vretin se shkalla e optimizmit duhet të jetë e matur. Rimëkëmbja ngadalshme ekonomike e bëri që vendit përballet me pakënaqësi sociale në prag të përvjetorit të dytë të pavarësisë së tij. Para vetes, shteti i ri ka një periudhë të vështirë reformash në ekonomi, gjyqësi e fushat e tjera që kanë të bëjnë me përmirësimin e jetës së qytetarëve të vendit. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.